Shqiptarët po martohen gjithnjë më pak dhe po ndahen gjithnjë më shumë. Shifrat më të fundit të Instat tregojnë se numri i martesave ka rënë në nivelin më të ulët historik, ndërsa divorcet kanë marrë drejtim të kundër duke arritur kulme që nuk janë parë kurrë më parë. 1 në 3 martesa ka përfunduar në divorc në vitin 2024, sipas shifrave të Drejtorisë së Përgjithshme të Gjendjes Civile. Të dhënat për martesën konfirmojnë se Shqipëria nuk po përballet vetëm me një val ndarjesh, por edhe me një tkurrje të fortë të vetë institucionit të martesës. Nga rreth 29.000 martesa në vitin 1990, niveli mbetet relativisht i qëndrueshëm gjatë viteve 90 dhe fillimit të viteve 2000, me luhatje rreth 25 deri në 27.000 në vit, përpara se të nisë një rënje strukturore pas vitit 2004. Një ndërprerje fort vjetre që nga mesi i viteve 2000, ku martesat bien në 22.000 dhe nuk arrin më të rikuperojnë nivelet e mëparshme, pavarësisht disa rikthimeve të përkohshme. Pas vitit 2015 trendi bëhet qartësisht negativ, me një përshpejtim të rënjes pas vitit 2019. Pandemia thellon më tej këtë prirje, por rënja nuk ndalet pas saj. Viti 2024 shënon maksimumin historik me vetëm 16.120 martesa, gati gjysma e nivelit të fillimit të viteve 90. Nga fundi i viteve 90, kur treguesi zbriti në minimumin historik prej 5.9% në vitin 1997, divorci nisi në një ngjitje të pandalshme gjatë viteve 2000 dhe 2010, duke kaluar mbi 20 ndarje për 1.000 martesa që pas vitit 2018. Raportimi më i fundit tregon se viti 2024 shënon një rekord absolut për 29.8% të divorceve për 1.000 martesa, niveli më i lartë i regjistruar ndonjëherë në vend. Ekspertë të familjes dhe politikave sociale vlerësojnë se rritja e divorceve është ndikimi drejt për drejt i disa faktoreve kryesor: urbanizimit të shpejt, emigracionit masiv të brezave të rinj, presionit ekonomik mbi familjet e reja dhe një normë sociale që ka evoluar drejt mirëqenies individuale mbi mbijetesën kolektive.